أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavdrimet janë gjithmonë vetëm për Allahun xhaleshanuhu. Paqja dhe shpëtimi qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që shkojnë rrugës e tij deri në ditën e Kiametit. Do të vazhdojmë me temën Imami i drejtë në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku ceken 7 grupet që do të futen në hijen e Allahut xhaleshanuhu, atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së Allahut xhaleshanuhu. Njëra ndër këto grupe është edhe imami i drejtë. Shpreha imami në aspektin etimologjik apo gjuhësor do të thotë të prish, të udhëheqësh dikënd. Në aspektin terminologjik apo islam, termi imam ka 2 kuptime. Imami i cili udhëheq në namaz, që e fal namazin, ai udhëheq dhe ne jemi të lidhur pas tij. Dhe ky quhet imam i vogël. Ndërsa imami i madh është ai i cili na udhëheq në të gjitha punët e dunjas dhe të ahiretit. Ai është kryetari i shtetit, i pari i muslimanëve. Gjithashtu termi imam përdoret edhe për pejgamberët, të cilët janë prisit e popujve. Çdo pejgamber është edhe imami dhe prisi atij populli tek i cili është dërguar. Andaj themi se Muhamedi alayhis salam është imami i muslimanëve dhe prisi i tyre. Gjithashtu ky term përdoret për dietarët e mëdhenj, të cilët janë trashëgimtar të dërguarve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, ulemaja, dietarët janë trashëgimtar të pejgamberve. Allahu xhaleshanu në Kur'an në surën Bekare, ajeti 124 thot, inni gjailuke linnasi imama, unë po të bëj ty prijes imam të njerëzimit. Këtu nuk ka për qëllim imam që të fal namazin njerëzve, por prijes model. Ti do të jesh shëmbëltyr e njerëzimit o Ibrahim deri në Kiamet. Padyshim se kjo për të është nder nga Allahu xhaleshanuhu dhe ai e falenderon atë duke lutur. Qala dha min dhurriyati, ai tha, bej o Zot edhe nga pasardhësit e mi. Bej edhe pasardhësit e mi o Zoti im, bej ata model dhe shëmbëltyr. Por jo të gjithë Allahu do t'i bëj prijes, vetëm ata që e meritojnë, që ndjekin rrugën e Ibrahimit, janë të drejtë, të sinqert, besnik. Imami i drejtë, i cili pason rrugën e Ibrahimit alayhis salam, është ai i cili të gjithë njerëzit i trajtojnë në mënyrë të barabartë. E konsideron veten shërbetor të popullit. Imami i drejtë interesohet për të gjithë njerëzit që janë në përgjegjësinë e tij. Çështja e kryetarit, e imamit dhe prisit të muslimanëve në shariatin islam zën një vend tepër të rëndësishëm. Edhe pse fatkeqësisht shumë muslimanë në vendin tonë, si ata që janë në xhami dhe jashtë xhamie, ende kanë bindjen se çështja e udhëheqjes nuk është çështje e dinit, e fesë. Feja është diçka, e udhëheqja diçka tjetër. Me thonë më shkurt, politika dhe udhëheqja nuk kanë vend në fe. Ky është një koncept i gabuar, sepse nuk ka asgjë që nuk ndërlidhet me fen. Pra, muslimanët duhet t'i hapin syt se kë po e sjellin në pushtet. Fesja kanë lënë vendin vetëm brenda në xhami. Ndërsa jashtë xhamis nuk ka që kërkon feja, e as në shtëpi e shkolla, e lëra me në politik, qeveri e tjera. Cilësit e imamit të drejtë. Imami i drejtë dhe i sinqert ka disa cilësi që dallohet. Ai është i drejtë, amanetin e çon në vend, është trim, zemërgjer, shumë i durueshëm, i urtë dhe i mençur. Drejtësia e tij përfshin të gjithë njerëzit dhe nuk veçohet me një person, familje apo bashkësi. Ai kujdeset për pasurinë e muslimanëve dhe nuk e ka shpërdor atë. Ai trajton të gjithë njerëzit të barabartë dhe përhap sigurinë mes njerëzve. Ai e di çfarë nënkupton prijesi i drejtë
i devotshëm dhe i sinqert. Ai i cili nuk e do pushtetin, por ja japin me zor, kur e pranon nuk mund të jetë i qetë me në jetën e vetë. Prisi i drejt vazhdon të qëndrojë në pushtet për një kohë të gjatë dhe nëse nuk është musliman. Me mirë është që njeriu të jetë i drejt, kush do qoftë ai se sa të jetë i afër me yti, por zullumçar, mizor, diktator. Ibn Taymije thotë, Allahu e ndihmon shtetin që mban drejtësi edhe nëse nuk është musliman. Por kurse si nuk e ndihmon shtetin e pa drejt dhe nëse është musliman. Allahu nuk bën dallim ndërmjet muslimanit dhe jo muslimanit në këtë aspekt. Duke i dhënë pushtet vetëm muslimanit thjesht vetëm pse është musliman. Ajo nuk është drejtësi e Zotit. Allahu është i drejtë, e do drejtësinë dhe e ndihmon të drejtin. Prisi i drejt për të jetë edhe qafir është më mirë se sa ai zullumçar dhe kriminal qoftë edhe musliman. Pejgamberi alayhis salam kur ju shtuan vuajtjen në Mekë tha, shkoni në Etiopi sepse atje është një prijes i drejtë. Në Xhashi vërtet ishte i drejtë, ishte krishter, por nuk bën të zullum. Por më vonë ky mbret u bë musliman dhe vdiq si musliman. Shikoni sot pushtetet në botë. Pse pushtetet e muslimanëve kanë stabilitet më shumë? Pse jeta atyre është më e gjatë në pushtet? Sepse mbajnë drejtësi. Pse pushtetet e muslimanëve janë më afat shkurtra dhe pa stabilitet? Sepse shumica atyre qëndrojnë në pushtet me dhunë e jo me vullnetin dhe dëshirën e popullit, sepse nuk ka drejtësi dhe pushteti nuk zgjat pa drejtësi. Mund ta mbaj një kohë, por nuk zgjat, se Allahu xhaleshanu është i madh e nuk i do të padrejtit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, ka bërë lutje për të. O Zot, kush merr përsipër të jetë udhëheqës i umetit tim dhe tregohet i ashpër me ta, edhe ti tregoj i ashpër me ta. Gjithashtu, kush merr përsipër udhëheqjen e umetit tim dhe tregohet i butë me njerëz, edhe ti o Zot bëhu i butë me ta. Allahu xhaleshanu i ka garantuar udhëheqësit të drejtë pranimin e lutjes. Transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: 3 personave nuk u kthehet lutja. Udhëheqësit të drejtë, agjeruesi derisa të bëjë iftar dhe atij që ju është bërë padrejtësi. Sa që Allahu e ngratë mbi re, i hapen dyert e qiellit e Zoti thotë: Pasha madhrin time do të ndihmoj të fitosh ty qoftë edhe pas një kohe. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: A doni t'ju tregoj për udhëheqësit tuaj më të mirë dhe më të këqij. Udhëheqësit tuaj më të mirë janë ata që ju duan dhe i doni, dhe ata për të cilët ju luteni dhe ata luten për ju. Dërsa udhëheqësit tuaj më të këqij janë ata të cilët ju i urreni dhe ata ju urrejnë, si dhe ata të cilët ju i mallkoni dhe ata ju mallkojnë. Dispozita e kërkimit të pushtetit. Kur Abu Dharri kërkoi pejgamberit alayhis salam ta caktoj si vali në ndonjë krahin, pejgamberi alayhis salam i tha: Ti je i dobët dhe ai pushtet është amanet, kurse ditën e kiametit është poshtrim dhe pendim. Kjo le të kuptohet se Abu Dharri i kërkoi pushtet pozit pejgamberit alayhis salam, por pejgamberi alayhis salam nuk ja dha. Mirë po, nuk e qortoi pse po kërkon të pushtetin. Nga ky kontekst, dietarët janë të mendimit se lejohet kërkimi i pushtetit nëse e di se i aft për këtë post. Veçanërisht nëse është një kandidat tjetër i cili është i keq, bën padrejtësi dhe nuk ekziston ndonjë kandidat tjetër i përshtatshëm që do të merrte përgjegjësinë, ashtu siç e kërkoi Jusufi alayhis salam. Ku thot në Kur'an Allahu xhaleshanuhu: Qala ij'alni ala khazaini al-ardi inni hafidhun alim. Ai Jusufi tha: Me cakto mua përgjegjës të depove të vendit, unë jam besnik i dijshëm. Madje nëse është një kandidat i padrejt ose mashtrues, do shta bën gjunah nëse nuk e kërkon pushtetin për ta shpëtuar shoqërinë.
sepse po e kërkon këtë pushtet për interesin e popullit muslimanëve dhe jo për interesa personale. Frytet dhe dobit e drejtësisë. Drejtësia sjell fryte si në këtë botë edhe në botën tjetër. Kur njerëzit ndihen zbatimin e drejtësisë në shoqëritë e tyre dhe kur ajo zbatohet ndaj të lartit dhe të ultit, të pasurit dhe të varfërit, muslimanit dhe jo muslimanit, zemrat e tyre stabilizohen, shpirtat e tyre qetësohen, shoqëria lulëzon, përhapet dobia, mirësia, siguria, paqja dhe islami. Drejtësia në fakt është sinqeritet dhe mëshirë. Kush nuk gjykon drejt mes njerëzve, ai nuk është i sinqert me veten, as me njerëzit, as me Zotin e tij. Kush nuk bën drejtësi, ndihmon të padrejtit, nuk i jep krahun të dobtit dhe zemra e tij nuk njeh mëshirë. Ai nuk do të mëshirohet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet. Janë të shumta hadithet që nxisin për zbatimin e drejtësisë. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, një ditë e prisit e drejt është më e vlefshme se sa adhurimi 60 vjet. Dhe zbatimi i një dispozite të shariatit me të drejt në tokë është më dobishme se sa zbritja e shiut 40 ditë. Ashtu si njerëzit nuk mund të jetojnë pa shi dhe pa ujë, gjithashtu nuk mund të jetojnë një jetë fisnike të ndeshme, të lumtur dhe të qetë nëse nuk mbizotron drejtësia dhe nuk largohet pa drejtësia dhe tirania. Drejtësia është peshore e Allahut në tokë. Kush punon me drejtësi, arrin dashurinë e Allahu xhaleshanuhu. Thot Allahu xhaleshanu në surën Hujurat, ajeti 9, "Waqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin." Bani drejtësinë se vërtet Allahu i do të drejtit. Drejtësia është baza e shteteve dhe e pushtetit. Përhap sigurinë në vend, sjell qetësinë shpirtërore, është shkak për hyrjen e njerëzve në Islam. Çdo përgjegjës për çështje të mëdha dhe të vogla kërkohet të zbatojë drejtësinë dhe konsiderohet përgjegjës për tufën që është dhënë në përkujdesje. Kryetari i popullit është bari i popullit dhe do të përgjigjet për popullin e vet. Njeriu është bari i familjes së vet dhe do të përgjigjet për të. Gruaja është bareshe e shtëpisë së burrit dhe do të përgjigjet për të. Shërbetori është bari i pasurisë së zotërisë dhe do të përgjigjet për të. Thënë shkurt, të gjithë jemi barinje dhe të gjithë do të përgjigjemi për tufën tonë, për punën që na është besuar. Pejgamberi alayhis salam ka përmendur të gjitha përgjegjësitë të mëdha dhe të vogla, dhe se kush do të merr një përgjegjësi, do të përgjigjet për punën që është besuar. Format e drejtësisë. Përveç drejtësisë së prisit, drejtësi duhet mbajtur edhe në gjykimin ndërmjet njerëzve, qoftë gjykatës apo mbajtës i ndonjë posti. Drejtësia ndërmjet fëmijëve. Pejgamberi alayhis salam thotë, kini frikë Allahun dhe jeni të drejtë e të barabartë për të gjithë fëmijët. Drejtësia ndërmjet tyre bëhet në çështjen e dhuratave, të trashëgimisë e tjera. Drejtësia në fjalë. Duhet të thuhet vetëm e vërteta dhe e drejta, nuk mund të dëshmohet të rrejshëm. Thot Allahu xhaleshanu në surën An'am, kur të flitni, të dëshmoni, duhet të jeni të drejtë, edhe nëse është çështja kundër të afërmit, dhe zotimin e dhënë Allahut plotësojeni. Drejtësinë e peshore, thot Allahu xhaleshanu në surën An'am, zbatoni me drejtësi masën dhe peshoren. Drejtësia me jo muslimanët. Prej fryteve të drejtësisë është edhe inkurajimi i armiqve të islamit që të hyjnë në të. Sa herë ka ndodhur që gjykatësi si musliman ka gjykuar në favor të jo muslimanit. Obligimet e njerëzve ndaj prisit. Kur prisi ose imami gjykon me drejtësi, atëherë njerëzve u obligohet respektimi i tij. Për këtë arsye Allahu xhaleshanu thotë, o ju që besuat, bindjuni Allahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju. Bindja dhe respekti i prisit është respekt dhe bindje ndaj pejgamberit alayhis salam, siç thuhet në hadith,
thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush me bindet mua, ai është bindur Allahut, dhe kush me kundërshton mua, ai ka kundërshtuar Allahun xhaleshanuhu. Dhe kush i bindet prisit, ai me është bindur mua, e kush e kundërshton prisin, ai me ka kundërshtuar mua. A thua, si do të jetë shteti kur prisi është i drejtë dhe njerëzit janë të drejtë dhe të bashkuar? Është problem në shoqërinë e sodit, sepse muslimanët tanë e kanë ndarë pushtetin prej fesë, e kanë ndarë dynjan prej dinit. Nuk ka dyshim se pejgamberi janë është modeli më i mirë për çdo udhëheqës, edhe për qeveritarët. Janë të shumta ngjarjet e regjistruara në historinë islame që dëshmojnë për drejtsinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj të halifëve e sidomos të Omerit dhe shokëve të tij. Usame bin Zejdi ishte njeri i dashur për pejgamberin alayhi salam. Kur ky u përpoqë të ndërmjetësoj për një grua që kishte vjedhur, pejgamberi e çortoi. Aisha radhiyallahu anha ka transmetuar se kurejshet Mekas ishin të shqetësuar për një grua e cila kishte vjedhur. Ata thanë, kush do të ndërmjetësojte tek i dërguari i Allahut? Kush do të guxoj tjetër përveç Usamës, njeriu të dashur të pejgamberit alayhi salatu wassalam? Kur ky shkoi te pejgamberi alayhi salam dhe i foli në lidhje me atë grua, fytyra e pejgamberit alayhi salam ndryshoi dhe tha: apo ndërmjetësoni për një nga dënimet e caktuara të Allahu xhaleshanuhu nga Allahu xhaleshanuhu. Usame u përgjigj: lutu për familjen time, o i dërguari i Allahut. Kur erdhi mbrëmja, pejgamberi alayhi salam u ngrit dhe u foli njerëzve. Ai lavdroi Allahun xhaleshanuhu, pastaj tha: njerëzit që ishin para jush u shkatruan sepse nëse njeri nga fisnikët e tyre vithe, ata e linin të lirë, por nëse njeri nga të doptit vithe, ata zbatonin dënimin për të. Pasha atë në duart e të cilit të shpirtim, nëse do të vithe Fatimja, vajza e Muhamedit, unë do t'ja prisja dorën. Pastaj urdhëroi që t'i pritej dora gruas që kishte vjedhur. Kjo pra është drejtësia e Zotit. Në fund e lutim Allahun xhaleshanuhu që të na lehtësojë agjërimin, që të na i pranojë ibadetet dhe të na takojë në xhenet me pejgamber, shahid dhe burra të devotshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.